Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vetë fakti që Allah s.w.t. ta ka mundësu me arritë Ramazanit është mirësi për i mirësive të mëdhaja që të ka zgjedhë ty Allah subhanahu wa ta'ala. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë: "Idha jaa Ramadan futihat abwabul janna wa ghuliqat abwabun nar." Ka thonë kur vjen Ramazani, qelen dyert e xhennetit e mshelen dyert e zjarmit. Pra vllai i dashur, kjo është shansa jote që përmes muajit të Ramazanit ta fitosh xhennetin e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj mundohu ta shfrytëzosh Ramazanin e të largosh nga rrjetet sociale.